Sulmi kibernetik ndaj Bashkisë Tiranë reagon AKSK janë marrë. Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike AKSK ka reaguar lidhur me sulmin kibernetik ndaj Bashkisë së Tiranës kundër funksioni faqes zyrtare. AKSK njofton se pas sinjalizimit për rastin, në bashkëpunim me Policinë e Shtetit është ngritur një grup i posaçëm pune i përbërë nga ekspertë të sigurisë kibernetike, të cilët kanë ndërmarrë një veprimesh për garantimin e sigurisë. Sipas AKSK, është bërë analiza fillestare e kompromentimit të infrastrukturës dhe identifikimin e pikave të hyrjes së sulmit, izolimin dhe kufizimin e përhapjes së ndikimit në sistemet e tjera të ndërlidhura dhe janë marrë masat për rikthimin e funksionimit të sistemeve të goditura. Kujtojmë se grupi i njohur i hakerave Homeland Justice ka marrë përgjegjësi për sulmin kibernetik. Njoftimi AKSK-s. Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike informon publikun se ditën e sotme është konstatuar një incident kibernetik që ka prekur disa prej infrastrukturave sisteme të informacionit të Bashkisë Tiranë. Nga vlerësimi paraprak, incidenti ka ndikuar në funksionimin normal të disa shërbimeve dhe aplikacioneve që administrohen nga kjo bashki. Menjëherë pas marrjes së sinjalizimit për rastin, AKSK në bashkëpunim me Policinë e Shtetit ka ndërmarrë gjitha hapat e parashikuara nga procedurat operative të reagimit ndaj incidenteve, duke ngritur një grup të dedikuar punës përbërë nga ekspertë të sigurisë kibernetike. Ky grup ka nisur menjëherë punën në terren në bashkëpunim të ngushtë me stafin teknik të Bashkisë Tiranë për të kryer analizat fillestare të kompromentimit të infrastrukturës dhe identifikimin e pikave të hyrjes së sulmit, izoluar dhe kufizuar përhapjen e ndikimit në sistemet e tjera të ndërlidhura, ndërmarr masat e para për rikthimin e funksionimit të sistemeve të goditura, hartuar rekomandimet e para për përmirësimin e sigurisë dhe forcimin e mekanizmave mbrojtës në infrastrukturat përkatëse. Aktualisht punonjësit e AKSK-s janë në terren dhe në koordinim të plot me autoritetet vendore, Policinë e Shtetit si dhe Akshin për analizën e malwareit dhe me institucionet përgjegjëse për të siguruar një rikthim sa më të shpejtë dhe të sigurt të sistemeve të funksionalitetit të plot. Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike dënon çdo akt që cënon infrastrukturën kritike të informacionit dhe mbetet i përkushtuar në garantimin e integritetit, konfidencialitetin dhe disponueshmërinë se sistemet të teknologjisë informacionit në Republikën e Shqipërisë. Në vijim do të ofrojmë përditësime të mëtejshme mbi ecurinë e timit dhe masat e ndërmarra në përputhje me zhvillimin e informacionin e konfirmuar teknikisht. Për çdo informacion zyrtar, qytetarët dhe mediat ftohet të referohen vetëm në kanalet zyrtare të AKSK.